Pora janë të larta dënimet e gjykatave bazuar në rekomandimet e prokurorisë për arritjen e marrëveshjeve për pranimin e pajisisë, apo janë të ulta dënimet nga gjykatat me proces gjyqësor bazuar në udhëzuesin e nxjerrë nga Gjykata Supreme në vitin 2024 që për qëllim ka parafrimin e politikës dëshkimore mes gjykatësve si dhe gjykatave në nivel vendi, rezulton se gjykatës Jakrusha si dhe gjykatësit pjesë aktgjykimeve të analizuara nga IKD kanë praktikuar dënim ndryshe nga udhëzuesi. Udhëzuesi parashet që dënimi për persona që posedojnë sasi të vogël, piknisja e dënimit fillon nga 1/3 e dënimit, ndërsa në rastet e veprës penale, kultivimi, prodhimi, shpërndarja, financimi substancave narkotike, piknisja është 1/2 e dënimit. Duke qenë se dënimi sipas kodit penal parashihet nga 2 deri në 12 vjet burgim për rastet e shitjes, atëherë piknisja rezulton nga 6 vjet burgim dhe varësisht nga rrethanat lehtësuese apo rënduese ndryshojnë më pak apo më shumë. Ajo që duhet ta bëjmë të qartë, sepse ne si prokuror pakënaqësitë tona i shprehim përmes mjeteve juridike. Dhe në mjetet tona juridike, pra në ankesat tona, në secilin ankesë, po flas për Prokurinë Themelore të Prizrenit, e gjen edhe udhëzuesin e përgjithshëm për matjen e dënimeve, i cili është nxjerr nga Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, dhe ky udhëzues ne e kemi të qartë që nuk është i detyrueshëm, nuk ka detyrim ligjor, mirë po është nxjerr në takimin e përgjithshëm nga instanca më e lartë, dhe kjo e ndihmon dhe i jep në një mënyrë rrugë gjykatës se si duhet të veprohet. Dhe në këto raste, ne i referohemi decisivisht se çka përshkruan udhëzuesi. Vendimet as të themelorës e as të apelit nuk kanë referenca në udhëzues. Për mos flasim që nuk i afrohen pas nuk ja ngjajnë. Kur flasim për një mes të dënimit të neni 267, ne marrim dënimet thash që edhe me 6 muaj dhe zaventohet me gjop. Ne në prokurorinë tonë, përveç kësaj, në secilin rast, ashtu siç përcaktojnë edhe dispozitat e kodit procedurës penale, të gjitha rrethonat rënduese dhe lehtësuese janë të përcaktuara në akt akuzë, po ashtu edhe në fjalët përfundimtare që i japin prokurorët. Nuk ka akt akuzë që nuk e ka të kaluarën kriminale me aktgjykimet plotfuqishme të pandehurit. Në mënyrë që edhe gjykatës t'i bëhet me dije, edhe pse ka shqepin gjykata, t'i bëhet me dije që ky person është recidivist. Dhe ne jemi ballafaquar edhe në këtë vit me person që ende pa shkuar vujtë e dënimit e ka konsumuar veprën tjetër dhe është dënuar më lehtë se sa herën e parë. Kjo është arsyeja që ne vlerësojmë që nuk është duke u zbatuar udhëzuesi dhe vlerësojmë që politika ndëshkimore është e ulët sa i përket veprave penale të narkotikëve. Betimi për drejtësi ka kërkuar qasje edhe në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë në Gjykatën Themelore të Pejës, bazuar në përgjigjen edhe nga kjo gjykatë rezulton se nuk është arritur asnjë marrëveshje për rastet e shitjes së narkotikëve. Sa i përket pikës 2 të kërkesës suaj, pas verifikimit të kryer me Departamentin e Përgjithshëm dhe Departamentin për Krime të Rënda, konfirmojmë se, ndonse ka polë të trajtuara për veprën penale nenin 267 paragrafi 2, nuk është identifikuar asnjë rast me marrëveshje për pranimin e fajësisë të arritur nga prokuroria dhe vërtetuar nga Gjykata Themelore në Pejë.